E starton në këtë moment në Ferizaj, derbi talentëve themi. Pjeqar. Harkimi drejt zonës të rasti, mbi port. Kishte i sakta e shojmë edhe njerë tjetër. Kyshtet e vijime, ashtu edhe gruponsha të reja të dyja atyre. Vonedin të një super rast, tani goditja, qfar pritje. Gjigant Timali Sufi. Intervenim fenomenali kampionit të Misadikut. Gashi. Mirë lëvizja ati, Gashi, goditja dhe jash. Nuk arrin të shënoj minuta 33 të duelit. Temtim shumë i mirë kë. Ka qenë kiqmari në fakt. Ka meru darje, dërgon topin drejt zonës, një super pasimi ti, Kora Bluma. Mire ull, rasti tani. Mirë pasimi Andi Bikliqi, mundësia. Nuk ka gol, Bikliqi e këthem për sëri në zonë. Pretendo për penalti tani. Një super rast kë për Ramisa Dikun. Ja dhe njerë që ka një këtë pasim sa mirë. Për Andi Bikliqin, mirë po. Nuk vjen goli. E ky ishte momenti kur Ariel Blaca pretendoi në 11 metrësh. Muqa. Tarkoj drejt zonës. Ndëryn Kërpeshi, Selimi me goditje në duart e Timali Sufit. Gjenarkimi drejt zonës, rasti për Ramisa Dikun këtu dhe nuk ka gol. Nuk ka gol. E shojmë sa mirë u largua topi këtu nga Topalli në momentin e fundit. Qendër mbrojtësi që është vëtën skuadrën e ti. Ja shikojni. Ka top mjaft mirë. Provon tani Ramisa Diku, mundësia dhe gol! Ariel Blaca shënën. është gjithmonë në vendin e dur me Sfushori. Ka një aftësi të pabesueshme për të shënuar gola. Minuta 80 e duelit Ramisa Diku në e përsi në ultim. Pasimi para, rasti këtu. Tian Gashi e lë këtë pasim, mundësia për Ramisa Diku, Blaca, goditja ati, shkan jashtë. Mbajtur në lojë mbrojtësi i fundit. Tian Gashi. E jo, Ramisa Diku është fituese në Ferizaj, skuadra e Alban Dragushës triumfon me plot merit. Merë 3 pikë të rëndësishme me heroin Ariel Blaca që shënon golin e fitores.